Në Gjirokastër atmosfera e festave të fundvitit ka nisur të ndihet edhe në strukturat akomoduese. Interesi për qëndrime gjatë kësaj periudhe është i pranishëm, ndërsa hotelet dhe bujtinat po përgatiten për të mirëpritur vizitor nga brenda dhe jashtë vendit. Gjirokastra vion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të kaluar ditët festive, fal historisë, traditës, por edhe mikpritjes që karakterizon këtë qytet. Tashmë Gjirokastra është futur në listën në vendet e para të turizmit për të gjitha cilësitë që ka si qyteti UNESCO-s. Dihet që sezoni turistik i cili mbyllet në maj nëntor ka qenë i kënaqshëm për këtë vit dhe patjetër që edhe në sezonin e dimrit dhe somos në pjesën e festave të Krishtlindjeve të vitit të ri është e kërkuar. Mund të them që për vitin e ri ka rezervime, tashmë janë duke u mbyllur rezervimet e fundit, po kështu edhe për Krishtlindje. Atmosfera në qytet edhe me zbukurimet që janë bërë për Krishtlindje dhe për vitin e ri është e këndshme. Nuk ka pasur një lëvizje të madhe në këtë pjesë të muajit, por gjithsesi fundjavat, fal dhe aktiviteteve që janë bërë në sheshin tek pema e Krishtlindjeve, ka patur lëvizje. Janë rezervuar një pjesë e njësive akomoduese dhe shpresojmë që të implementohen dhe të kalojnë sa më bukur. Operatorët turistik dhe administratorët e subjekteve akomoduese shpresojnë që kjo periudhë festive të ndikojë pozitivisht në sezonin turistik dhe ekonominë lokale.